Altin Doci, i dyshuar si i përfshirë në disa krime të rënda, është i lirë pasi arriti të aratiset nga spitali Durrësit ku ishte dërguar për një vizitë mjekësore, siç tregon kjo fotografi e shkëputur nga një kamera sigurie, që ka fiksuar momentet kur i paraburgosuri me kërkesë të SPAK largohet me vrap. Kjo fotografi ndërkohë tregon pamjen e tij të fundit gjatë gati 6 viteve qëndrim në paraburgim. Altin Doci ishte shoqëruar nga burgu i Durrësit drejt spitalit rajonal këtë të martë për një vizitë mjekësore pas pretendimeve se kishte shqetësime nga veshkat. Por problemi shëndetësor ka dyshime se mund të ketë qenë vetëm pjesë e një plani të organizuar për aratisjen, çka është për tu verifikuar në vijim. Vizita, siç konfirmohet, u bë në repartin e infektivit, që është një godinë e veçantë në spitalin e Durrësit dhe që ka një repart sigurie për të dënuarit. Sipas procedurës, ai është shoqëruar nga një grup i forcës së gatshme të drejtorisë së burgjeve. Në një moment, Doci mësohet se ka kërkuar të shkojë në tualet dhe një punonjës e ka shoqëruar. Në dalje, ai mësohet se ka goditur efektivin e burgjeve që qëndronte tek dera, e më pas dhe shoqëruesin e dytë dhe ka vrapuar përmes shkallëve të godinës trekatëshe. Është fiksuar duke vrapuar jashtë derës kryesore të infektivit, si në këtë rindërtim të ngjarjes bazuar në imazhin e shkëputur nga kamerat e sigurisë përballë spitalit. Doci nga aty ka vjuar me vrap jashtë rraut kryesor, ku sipas burimeve e prisnin gati të paktën 2 makina. Ai ka hyrë në njërin prej tyre dhe mjetet janë larguar me shpejtësi. Kjo foto tregon një nga efektivët e policisë së burgjeve që e ndjek me pistoletën në dorë, por që nuk arriti ta shmang aratisjen e bujshme. Burimet thanë se ai ka qelluar një herë për të trembur Docin, por ky i fundit ka vjuar të vrapojë. Pas alarmit për vrasësin e dyshuar në arati, policia e Durrësit dhe Tiranës ngritën postbllogje në autostradën që lidh kryeqytetin me qytetin Bregdetar dhe me akset e tjera kryesore. Këto pamje tregojnë kontrollet në makinat e mbyllura të transportit të mallrave që mund të ishin më të favorshme për të lëvizur të kërkuarit pa u vënë re. Kontrolle mësohet se janë kryer edhe në zona të tjera, në prona ku dyshohet se Doci mund ta përdorë si stre të përkohshme, por deri më tani operacioni nuk ka dhënë rezultate. Altin Doci mbetet i lirë në arati. Pas skandalit të aratisjes, i gjithë zinxhiri komandues i burgut të Durrësit u pezullua, deri në përfundim të një hetimi të brendshëm për përgjegjësit për këtë ngjarje. Altin Doci u arrestuar në vitin 2020 me akuzën për vrasjen e 4 personave, fillimisht 2 vëllezërit Haxhiaj në Durrës dhe ekzekutimin e 2 personave të tjerë, Angelo Avdia dhe Dorian Shkozën, por pavarësisht se nuk u dënua për këtë ngjarje, ai u mbajt në burg pasi SPAK siguroi prova për pjesëmarrje në vrasjen e Andi Zylyfit dhe plagosjen e Ardit Uruçit, kryer në bashkëpunim në formën e grupit të strukturuar kriminal. Po ashtu ka dyshime se Altin Doci ka marrë pjesë edhe në masakrën e Bradasheshit, ku ai akuzohet nga prokuroria e posaçme si pjesë e organizatës kriminale të drejtuar nga vëllezërit Franc dhe Hajdar Çopja.